momentit të me thirrë në studio blogerin e famshme Silikona Plastiku, se në fundit ajo sot është si në shtëpi vet, me që tema është emisionet televizive. Mirë se erdhe Silikona. Mirë se ju erdha. Në fakt unë bëra shumë mirë që erdha këtu te ju, sepse publiku ka nevojë të shohë fytyra kaq të bukura si unë dhe ja tek më keni. Dëgjoj, pak më parë po diskutoni me kolegun se blogerit si puna juaj janë shtu ndjeshëm mor koleg sa vinë shtohen në për studio televizive këto mor burri thotë. A mendon ti se është gjë e mirë kjo apo gjë e keqe për publikun? Po patjetër, kjo është gjëja më e mirë që mund t'i serviret publikut, sepse publiku ka nevojë për fytyra të bukura, për femra të bukura. Publiku është i etur për figurën tonë. Na kërkon atë shumë sa nuk ja keni idenë. Dhe së fundmi publiku nuk ka nevojë që dëgjojë njerëz që flasin për kulturë, për etikën, për politikën, për shëndetësinë, për këto gjërat pa lidhje që jemi mësuar të dëgjojmë për gjithë vitet me radhë, dhe bëj mirë që më thrasin mua duke qenë e denj për kamerat dhe për të pasur një jetë më të bukur edhe ata që na shohin. Plum, se ke folë shumë bukur, më fal. Pra ti më mend se publiku, më mirë është me të pa ty si blogere, që s'ke lexu kur në jetën tënde një libër, më fal, nuk është se po flas për ty, po flas për shoqet tuaja, për kolegët tuaja, Shiko, ti fol për të tjerët dhe mos fol për mua. Patjetër. Se për këtë punë kena thirrë ty në studio me fol për tjerët. Po. Sepse unë kam lexuar, kam shkruar dhe jam shumë aftë për këtë punë, kam lexuar shumë gjëra të rëndësishme për jetën. Çfarë shkruani ju zakonisht? Çfarë shkruani? Unë shkruaj për shembull komente. Bëj statuse të vogla, që me thonë drejtën arrin, goxha arrin, kanë edhe ato suksesin e tyre. Pra ti i qunë këto shkrime, këto komentet në Facebook e në për story, në për gjana, këto i qunë shkrime, dakor. A ke menu ndonjëherë ti me i përmbledh të shkrime dhe me i basi tip librit, mar koleg, se ma shumë lexojnë këtë se sa ka darën e drejtër agollin e shkrimtar tjerë. Patjetër. Po patjetër që po tani, se kjo nuk ka vend për diskutime, se unë nuk erdha këtu për të ma treguar ti atë gjë. Shiko, komentet e mia janë të mrekullueshme. Gjithmonë marrin shumë like. Për shembull, më ka rastisur në një postim të një shkrimtari, ai kishte hedhur një poezi, dhe unë e lexova atë dhe për ta mbështetur, sepse kishte nevojë për mbështetjen time, i shkruajta një bravo. Bravo, i kaq, do të thonë ai kishte shkruajtur një poezi kurse ti i shkruajte thjesht bravo. Po aq meritonte ai. A shkruajte në rregull këtë bravo apo e shkruani ju se keni zakon kam pa që shkruajnë edhe bravo, kam pa që shkruajnë breve. Disa shkruajnë bravo pjeshke, bravo molle, a kupton vazhdojnë disa. Po, jo, një sekond, po. A nuk shkruhet bravo me r? Po jo, më se bravo e thënë disa në përditshmëri, po jo. Si e ke shkruar? Bravo. Kështu e shkruajnë tomor. Me r e ke shkruar? Po. Hallo. Po, bravo qof. Bravo për bravo, vazhdo. Edhe ajo bravoja ime mori... Po tham, vazhdo. Ajo bravoja ime mori 2400 like. Po, bravo. Një bravo që merr bravo, po. Ndërsa poezia e lodhur atij tjetrit kishte marrë thjesht 34 like, diçka e tillë, ndoshta më pak. Anin më qabatëm. Komenti kësaj bravo që ka shkujt me gabime ortografike tek fjalë, ka marrë 2800 sa like. Qabatëm. 2400 diçka e tillë. Mëj vajzë, jetu na çmend mëj vajzë. A ka mundësi, të shim falë, këto komentet edhe like-et që ti i merr në rrjetet sociale, këto 2800, 2400 like ti që i merr në për këto rrjetet sociale që na kena marru shkollën për këtë punë, e s'marrim as 10. Ti këtë a e ke si një si matse a si apuna? Më dhe ti këto rrjetet sociale a janë kaq prioritet për ty se po na shkam? Normal që po. Normal, sepse jo vetëm për mua, po për të gjithë, ai që ka më shumë like, ka edhe më shumë autoritet në rrjetet sociale, kjo është e ditur. Në ty hallat, kjo është me i vaj. Qa kam qeshë, jam të qeshë për mos me qo, mërë kolik. Kam qeshë shumë, po për mos me qo duhet me qeshë. 2800 like. E 400, jo, mos me shto, 2400. 2400 like, 10 vjetë karrierës dhe jam kanë pa 2400 vjetë. Mirë, Silikona, a menon ti për shembull, nëse në këto emisione ftohen njerëz që më thonë për shembull pedagog, doktor, shkrimtar, tekst shkrues, inxhiniera,
filozofa, psikologa, a menon ti që emisionet dalin më të vlefshme e më të vyme për publikun? Tani, ti mendon se këto janë persona të kualifikuar për këtë punë? Po, persona të kualifikuar për këtë gjëna. Shiko, për ne ata janë të skualifikuar, me thënë të drejtën. Ju ka ikur moda, ju ka ikur ideja, ju ka ikur çdo gjë, njerëzit janë lodhur me ta, dhe njerëzit kanë nevojë të më shohin mua, koleget e mia, por veçanërisht mua, sepse unë jam më premtuese. A she koleg se personat si puna e tyre kanë vazhdu mu përzi pak si shumë edhe në politikë. Mirë në për emisione, po kanë fillu mu përfshi dhe ka parlamenti i fje, i ke vune ajo. Është shumë e vërtet, koleg, sepse persona si puna e kësaj që shkruajnë bravo, edhe që marrin 2400 like, vetëm me një atë fjalë, janë të përfaqësuar parlamentin shqiptar. Nuk din me fol. A moment Silikona, kur ki parë në fillim, do me thonë në studio këtu, që na po të thonë se ke shumë ftesa nga partitë politike, a vazhdo me pas prap ftesa? Po pa tjetër që po, ftesat më janë rritur te mase shumë, madje janë shtuar edhe grupe të tjera politike të cilët më kanë përfshirë në partitë e tyre, por mua më duket humbje kohe. Kam menduar shumë gjatë për këtë gjë dhe kam thënë nuk ja vlen të merrem me politikë dhe ja, nuk merrem me politikë se është bërë diçka e përditshme, vetëm njerëzit kot merren me politikë. Po, e kuptoj, merren shumë me politikë. Po. Dakor, atëherë supozojmë, larg qoftë, po supozojmë që nëse se ti 4 herë the po supozojmë, normal që po supozojmë se nuk ashtu kandidu se nuk i pëlqen politika më burr. Se kjo ka vendin e sigurt, a kupton? Ky të fusin parë në listë, ti se beson. Kë fusin parë. Po e fusin më parë në listë, ti se beson ti. Po më dakor. Nëse ti më vajzë kandidon për deputete. Po. Sa vota mendon se mund të marrësh në qarkun e Shkodrës? Unë marr vota mjaftueshëm. Marr vota edhe sa për 2 ose 3 deputet të tjerë, por duhet të them diçka që deputetët janë bërë aq demode, aq nuk i duhen më askujt, pra nuk ka kush interes për ta, dhe fokusi i vërtet është vetëm tek çunat e Londrës dhe çunat e Kolumbisë. Ata janë personat më in të momentit, punojnë shumë fort dhe çuna më mungoni, e dini ju. Kam përshtypjen se edhe ti u mungon aty, po uroj që të bëni sa më shpejt bosh, dikun Londra, dikun Kolumbia, dikun Meksika, ndoshta edhe në Burg, se nuk i dihet se jeta është e gjatë. Shiko, që ta saktësoj se unë e kam thënë edhe herën e parë që kam ardhur këtu. Po. Unë me shtetin i kam punët mirë. Ashtu, Me qira fjalët e Burgu, si ke punë me Spakun? Po thash pra, unë i kam punët shumë mirë me shtetin, kur i kam me shtetin, i kam edhe me Spakun, normalisht. Po, ishtu kanë thënë edhe disa tjerë që nëse i kena punë mirë me shtetin, i kena edhe me Spakun, po nuk ka korrespondu kështu. Po gjithsesi nuk kena thirr ty për këtë gjë në studio, po në fakt Spakut është e mira, mja pas frikën pak ti edhe blogerë të tjerë se luni lek të madh ju në përdur. Nuk më mërmenja se ton ky lek që luni ju është krejt i pastër. Pa dosht me hyjt në vogëlsinë, Shiko, kompani pastrimi ka sa duash. Pastrojmë si, pastrojmë tapeta kështu, pastrojmë rrugice, çfarë pastrojmë? Po pra, pastrojmë parat. Më fal, nuk e kam kuptuar kur këtë shprehjen pastrim parash. Si pastrojnë? Jo, po për atë punë ne paguajmë para për të na pastruar lekët tona, se si çdo kompani pastrimi edhe ne kemi ato kompani tona, cilat na pastrojnë, na rregullojnë parat. Tani është një muhabet kështu ai. Ai të kuptu kolegë, sikur janë të pastruesit, për shembull me shisë me kurrent, që po ato që pastrojnë lulishe, to kanë pastrues parash, pa paguajnë parë me pastru parë. Paguajnë parë, po, e kuptova. E kam kuptu krejt mirë, jam krejt i qartë. Me aqe. Tash më fal, me që je në emision, a ka mundësi të lutem me na dhënë një mesazh për publikun? Po, tani, mesazhet tu në emisionin tuaj janë bërë kështu të përnaçme. Publik i dashur, ju lutem, ndiqni ëndrat tuaja, por përveç se ëndrat tuaja, ndiqni edhe ëndrat e mia. Më ndiqni edhe mua sa më shumë në rrjetet sociale, më bëni like, follow, share dhe çdo gjë në jetën tuaj do të jetë edhe më e bukur, sepse unë jam vetë e bukur. Faleminderit. Ishim pra me blogerën e famshme Silikona Plastiku, e cila ishte një shembull ideal se si nuk duhet të bëheni në jetë. Ishte një shembull i pastër se si produksionet kanë dështuar dhe ftojnë për emisionet e tyre personat e tillë vetëm për të marrë sa më shumë klikime. Dhe tani pa humbur kohë, publicitet.